Shqipëria dhe Malizi po përgatisin dosje nominimi për shpalljen e pellgut të mbledhës të liçenit të Shkodrës në UNESCO. Për këtë qëllim u zhvillua konferenca e parë ndërrajonale në Shkodër, ku institucionet lokale u shprehen të gatshme për vimin e bashkëpunimit reciprok. Ne jemi në një fazë shumë mirë dhe kjo strategji që dhe nisëm shumë interesante që ka nisë këto vite rikret mirë me certifikimin ekologjik që ne kemi nisë. Do jemi destinacioni i parë ndoshta në Shqipëri që do të certifikohem si eco destination apo destinacion ekologjik. Zona liçenit të Shkodrës është një habitat shumë i rëndësishëm për qindra lloje të botës së egër, përfshi këtu lloje të rralla apo të mbrojtura, dhe kjo nismë e ndërmarrë nga ju është një kontribut i rëndësishëm në mbrojtjen e këtij gjevahiri të biodiversitetit. Përfaqësues nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të Shqipërisë, Ministria Ekologjike në Maltezi, e quajtën në një moment të rëndësishëm përgatitjen e dosjes për shkak edhe të vlerave kulturore dhe mjedisore që liçeni ka. Presoj që edhe në shtator të përfundojmë dosje nominuese për liçenin e Shkodrës si një rezervë e biosferës ndërkufitare. Një mundësi e mirë që liçeni të jetë një rezervat i mbrojtur UNESCO, kjo është e rëndësishme duke marrë parasysh vlerat kulturore dhe mjedisore. Qëllimi kryesor i takimit ishte pasqyrimi i statusit aktual të dosjes së nominimit që do të dorëzohet pranë UNESCO-s. Projekti ka filluar zbatimin në shkurt të 2023 dhe përfundon në gusht të 2025-s. Më pas dosja i dërgohet ministrive përkatëse për të bërë plotësimet e nevojshme përpara dorëzimit pranë UNESCO-s.